gjani që është momentalisht. Popullit Kosovës nuk i konvenon. Populli Kosovës është tolerant në mes feve, është fetar ku shumica besojnë në Zot. Edhe në LDK, edhe në statut e kemi që besojnë në Zot. Po ai besimi në Zot nuk do të thotë që me e fut një përçamje në mes të feve. Pse nuk keni tentu me pas konsenzus me fe tjera? Po të kish ardh ajo me konsenzus me fe tjera, po të kish pas konsenzus ortodokse njëkohësisht në libra shkollohet për fet ka mësuar gjitha fe se ne kemi bojë dhe obligime morale ndaj feve tjera se bashkëtojmë me ta. Zoti Latifi. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Me modhe që ti mund më kallëzu ajeti ma islama une, ajeti ma shqiptara une. Pastaj Shamia, ku disa po e shoh që po thonë që Zoti i Madhrishëm ka urdhëruar gratë të mbulohen. Ku? Ta mbulojnë kokën? Ta mbulojnë pjesët e turpshme. Ti mbulojnë pjesët e turpshme. Pjesë që ndron sipas temit të jam avret. Koka nuk është pjesë e turpshme e dikujt. Atëherë as koka e juj do duhet të ishte e turpshme. Ju lutem. Mirë, a duhet apo nuk duhet lejuar puna e Shamis? Absolutisht nuk duhet. Absolutisht. A ka Norvegjin zonë për këtë punë nuk ka të shqiptarët nuk ekziston Shamia si identitet kombëtar. Zotni është rran. Është e vërtet kjo. Zotni tipo rran. Mos ofendo se e para audiencës. 10 shtetet bashkimit evropiane kanë ndaluar me bojët e simboleve. Ka, që po thonë, po na diskriminoni fëmijët me Shamia. Ta faktikisht për diskriminojnë vetë. Se këta kur jam gjesin Shamin, ju thonë mos ja japni durën. Moshkujve. Ato vetë po izoluohen, vetë po diskriminuan. Nuk jap dorë se e kam dalë. Po, unë kam studente, që vinë me Shamin. Në universitet, po nuk jap dorën. E kam daluar. Po këtë drejtë e saj. Ashtu është drejtë. Po kjo është me ekskomuniku njerëzit bre. Po kjo është patriarkalizëm i shekullit 7 para 1400 vjetë. Filozofia Platone. Jo, është filozofia Platone. Ky është patriarkalizëm. Ky patriarkalizëm. Nuk u xhani me Allah dorën. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أولئك هم الكفرة الفجرة قتل الإنسان ما أكفره وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير